Një pritje veçantë dhe ashtu siç dinë të bëjnë tropojanët për birin e tyre, Kreshnikun, i cili në maratonën e tij prej 2750 km nga Kembrigji arriti sot në qytetin e Bramcurit. Një mishërim për vlerat të veçanta dhe mesazh për gjithë të rinjt shqiptar. Bajramcuri u zgjua herët këtë të martë me atmosferën e tupanave e vallet tradicionale nga vajzat dhe djemtë e Tropojës. Qytetarët u mlodhen për të pritur birin e tyre, Kreshnik Ponarin për të kurorësuar udhëtimin e nisur 38 ditë më herët nga Kembrigji i Britanisë së Madhe. Erdhoi Tropoj! I gjithë udhëtimi prej 2750 kilometrash për Kreshnikun ishte sfidë, por motivi në kujtim të atit e mbajti qallë ndjenjen për të përfunduar këtë garë me veten e tij. Sfiduese. Nga të nxehtit, nga lodhja fizike, nga lodhja mendore, por e diçka që ja ka vlejt. Edhe besoj shumë e rëndësishme që ta nënvizojmë arsyeën pse na bëjmë diçka. Çfarë do të jetë ajo? Edhe mos të kishte qenë arsyeja e babës tem për 10 vjetorin që unë po ja dedikoj këtë vrap, do kishte qenë pa mundur, do isha dërzuar ditën e tretë. Por arsyeja ishte e fortë mjaftueshëm që unë ta vazhdosha dhe nga ai moment domethënë ishte çështje kohe me arrit. Edhe planifikimi ishte për 40 ditë, arritëm për 38 ditë. Në asnjë rast nuk e mendoi tërheqjen. Jo, atë se kam thënë asnjëherë. Domethënë, dorëzimin ose tërheqjen nga kjo sfidë se kam pas asnjëherë në përmend. Se kam kaluar asnjëherë. Por pyetjen vetjes se si do vrapoj nesër, ja kam bërë për herë të parë në ditën e tretë. Në fundin e ditës tretë ishte dhimbja aq e fortë, aq e madhe, sa se përshkruaj dot. Lodhje fizike? Lodhje fizike, mendore, tona, sepse normalisht mund të përgatitesh për një maraton, mund të përgatitesh për 100 kilometra, mund të bësh përgatitje, ka programe, po jo për 2700 kilometra, 2800, 3000, se tash do i bëj edhe një 500 tjera. Bë përgatitjen dedikuar dhe mbrapa përgatitesh gjatë rrugës. Edhe aty do më hera parë që s'po ngresha dot, në kam, leje ma me vrapur nesër. Por aty do më harë filloj realisht sfida e vërtet, pastaj ditën e 5 isha me shumë dhimbje, publikova një foto me kam të mia që i kisha mbështjell me i krem, i kisha ly me i krem, edhe i mbështjella me celofan, që mos tikin edhe ma ta bojnë efektin, është procedura e tillë. Edhe nesër më kontaktoshin njerëz, shoqëri, tërhiqu, s'ka problem, edhe pse ke investuar, s'është turpe, nana kishte shkruajt e ty thirrë, se kishte marrë vesh. Po unë gjatë kësaj kohe isha tu përshkruajt 40 kilometra, vrap, sepse më lodha veten. Në momentin që ti ke vetëm 2 zgjedhje, një dorëzohesh edhe 2 të vazhdosh, unë gjithmonë kam zgjedhur të vazhdoj. Është e vështirë të marrësh një vendim tillë? Shumë e vështirë. S'mjafton fiziku, s'mjafton. Fiziku është një pjesë shumë e vogël. Është mendja që duhet jetë e fortë. Edhe mendja që lidhet me arsyeën pse po e bën këtë. Edhe vazhdimisht domethënë babi ka qenë prezent në këtë sfidë me mua. Dhe siç e kam thënë një nga videot që kam bën në fillim, kam thënë babi është me mua. Edhe babi ka qenë me mua gjithë rrugës. Kadri Ponari. Veç motivit për cilin e zhvilloi këtë udhtim, Kreshniku thotë se shpreson të jetë shembull për të rinjt. Uroj që po. Faktikisht një nga ideja ajo është që të jemi shembull i mirë për dikë tjetër. Edhe çam bën të lumtur është mesazhet që marr. Edhe ajo më bën edhe më shumë me vazhdu këtë mision. Sepse sfida e Evropit mbaroi, po sfida e jetës vazhdon. Ka shumë njerëz, besoj unë, që kanë nevojë për ndihmë, edhe nuk dinë si ta marrin. Por ato nuk kanë nevojë për gjykime. Secili prej qytetarëve të Tropojës u ndje krenar për atë çfarë bëri Kreshniku, i cili veç tjerash i dha edhe më shumë emër Tropojës. Ai ka promovuar vlerat e tropojanit, vlerat e shqiptarit, vlerat e turizmit, të atyre turistëve që do të vinë në Shqipëri,
që do të bëjnë edhe sakrificën më të madhe. Këto vlera i ka promovuar Krishniku. Krishniku na ka mëruar. Krishniku është tamam që ne duhet të njekim shembullin e tij, të njekim sakrificën e tij dhe është krenaria jonë. Ne jemi shumë krenar dhe i urojmë vetëm shëndet, e urojmë gjithë të mirat Krishnikut. Jena shumë krenar që thuhet një tropojan e bani këtë rrugë kaq gjatë. Edhe ta bësh në kam është një sakrificë shumë e madhe. Ka shumë vështirësi, po bravo, e ka kalu me sukses. Jena shumë të lumtur sot, shumë që e përjetojmë dhe e kemi këtu në mesin tonë. Kur kom një gjuhë që ka ardhur për pjesën e babës, shumë një madhe në gjyë. Dhe janë të rallë ta djemë që e bojnë këtë sakrificë. Emocione shumë, i jashtëzakonshëm. Është i jashtëzakonshëm njëri edhe ngjarje për tropojnë shumë domethënëse. Është një person i veçantë, një olimpist i vërtet, Feniks i vërtet, e vendosi një zjarr flakën olimpike në luftën kundër veseve, kundër harres të athletë prindërve me radhë. Është gjë e madhe. Unë jam krenar për ta. Familja ime është krenar. Gjithë dashamirësit dhe shokët e mi janë shumë të informuar dhe shumë të kënaqur për këtë veprim fantastik. Unë e vlerësoj shumë gjestin e tij dhe tropoja janë krenar me ta. Do të jenë krenar. Edhe duhet ta presim i madh i vogël. Allah dhe above Zoti. Zoti ja prif marë. Jam konë sportiv, jam 69 vjeç, jam pensionet. Jam konë sportiv. Kur kam pa prama, par prama interesua, mu ka kënë shpirti, si djali i ri, si shqiptar, po gjitha si tropojan. Ky ka bën një udhtim të shkëlqyeshëm. Edhe e ka bën në një kohë shumë bukur. Shumë relapje, erdhë për kujtimin e babësi për të bërë babë, jeton 2750 km në kam, për 36 ditë nuk është pak kjo punë. Është një vullnet i shkëlqyeshëm, unë e falenderoj se është tropojan e vëlla jam. Majlinda është motra e Krishnikut. Nuk i fshe emocionet në këtë ditë të shënuar për arritjet e të vllajt, e kur qendet e rrethuar mes bashkëqytetarëve të saj. Menoj si çdo bi tropoje, do ishte shumë e lumtur dhe shumë krenare. Dhe menoj që çdo bi tropoje është e lumtur dhe krenare me gestin dhe me udhëtimin që boni vëlla jam. Si jeni motër e vëlla, si keni marrëdhënie? Si motra me vëlla, si mishi me kockën. Si çdo motër, uroj më të mirën, e ta shoh mirë e më mirë vllajin tim, edhe ai e njëjta gjë për motrat. Jetoni bashkë ju, jetoni... Jena afër, jena 2 motrat, që unë jam e madhja, edhe 3 vëllezër. Krishniku, ose siç e thrasin në angli, Sebi, thotë se nuk ka pas asnjëherë lidhje me atletikën, ndonse me sportet e tjera është marrë ndër vite. Në maratona ka marrë pjesë, por kjo iniciativë ishte për të sfiduar veten e tij. Ose dhe lidhje. Kam qenë sportist gjithmonë, por jo që jam një sportist profesionist. Ke marrë pjesë në maratonat ndryshme që organizohen? Kam bën maratona, po. Maratonat janë kollaj, normalisht për mua 42 kilometra janë asgjë gjë. Kam qef ta sfidoj veten. Besoj se nuk ndihem i gjallë kur nuk jam i sfiduar. Ndihem si nuk po jetoj. Biles i rast më thot nusja, kur do t'i lesh këto aventura? I thash teja do me më thonë mua me nalu si tumi, sepse më bëj edhe parashutizëm, kam një motor, kam nevojë për adrenalin. Një pjesë e jetës së tij nuk ka qenë as pak e lehtë. Krishniku na rrëfen se ishte përdoruese vartës i lëndëve narkotike, një fenomen që ka lënë në qurmë të thella, por siç thot Krishniku, e gjeti veten dhe forcën për të larguar nga ai rrugë dhe për të përqafuar një tjetër mënyrë jetese. Po e përmend me ty, unë kam qenë konsumuese lëndëve narkotike për 12 vite. Edhe shpeshherë ne kujtojmë që si thot shortcut shqip o vëlla. Shortcut do më thonë një mundohemi me mira shkurt. Edhe me gjithë atë eksitimin edhe ndjenjën e mirë nëpërmjet substancave që realisht ato nuk shërbejnë kohë gjatë.
thjesht, as në kohë shkurt, por në kohë shkurt bëjmë mundi mirë. Edhe fatmirësisht nuk kam 7 vite plus që as nuk konsumoj më narkotike, as nuk pi cigare, alkool shumë, domethënë me kontroll. Edhe jam shumë më i lumtur. Por sporti ka qenë faktor, domethënë, kryesor, sidomos vrapi, për të përmirësuar jetën time në vazhdimsi. Kreshniku është si përmarrës në Angli, reflekton mirësi edhe për punonjësit e tij, me qëllim që të ndjehen të lirë e të punojnë me dëshirë. Unë kam një firmë ndërtimi, punësoj rreth 50 punëtor. E quaj veten si një person, besoj faktor për ato njerëz që janë afër meje, që më së pari e marrin ndihmoj që të përmirësojnë jetën e vet. Jo që t'ja përmirësojnë, po që ta përmirësojnë vetë ato. Nëpërmjet shembullit që shohin te unë. Ti japsh një punë dikujt na është fillimi i parë, domethënë është etapa e parë. Po ti japsh lumturi atij tjetrit, është etapa e dytë. Sepse ti mund t'i japsh punën edhe pagesën shumë të mirë, por nëse ti atë person e trajton me një mënyrë që ai s'do më ardh nesër në punë, ai është gjëja më e shëmtuar në botë që një njeri bën, edhe shpeshherë shumë e kam parë në industrinë, jo vetëm ndërtimit, por në industrinë e punës. Për Kreshnikun, edhe të bërit biznes dhe të jesh sipërmarrës në Angli nuk ka qenë e vështirë, fal besimit e pasionit për të bërë diçka të tillë. Një që ka vullnet edhe pasion, është shumë e thjeshtë. Gjërat kur bëhen me qef, bëhen shumë kollaj. Nga momenti që fillojmë i bëjmë gjërat me zër, atë 2 fishohet, 3 fishohet, 10 fishohet lodhja ose vështirësia sepse s'ka pasion. Edhe siç ka thënë mos gaboj Nën Tereza, se unë jam shumë me këta shprehit i lidhur edhe ka thënë nëse e bën një punë me pasion, nuk është punë. Por nëse ti nuk e bën një punë me pasion, ajo është vetë slavëri. Domethënë je slav i vetvetes. Që unë e bëj punën me pasion edhe jam i lumtur. Nuk e quaj që punoj faktikisht. Kur punoj. Në Angli emigroi në vitin 2009. Thotë se shkaku bë kriza ekonomike në Itali, aty ku jetonte punonte prej vitesh. Se di, ha? Si është babi? Po. A jam i mirë? Po. Po? Po. Jam i mirë, po pak i vështirë. Si ke emrin? Si ke emrin, babi? Po. Toni, më babi, thuj. Tonë. Gabimi më i madh më i jemi në këtë rast bashkë me bashkëshorten që fëmijët nuk janë mësuar shqip. Edhe unë i kam gjykuar shumë prindër përparshëm kur i folshin fëmijëve në gjuhë huaj, edhe ja që përfundova vet. Edhe siç është ajo shprehja, çfarë ta qeshësh do ta veshësh. E ke peng? E kam shumë peng. Unë pavarësisht se Tonit i kam pas ble edhe libra betare, ka pas mësuar mirë deri në moshën 2-3 vjeç kështu, pa të filluar mirë me fol shqip. Pastaj se ç'a ndodhi, normalisht unë i angazhua me punën edhe filloje devijoje. Po shpresoj që t'i sjell më shpesh Shqipëri të mësojnë. E kur bëhet fjalë për familjen, përpiqet të jetë një baba i mirë, por e ka peng që nuk ju ka mësuar fëmijëve gjuhën shqipe, diçka që beson se do ta rikuperoj shumë shpejt. 2009, pas krizës ekonomike të 2008, ishim në Itali dhe falimentum. Kishim një firmë ndërtimi aty, na ngelën shumë lek borxh. Edhe unë vendos aty në Angli 1-2 vite, thash do punoj pak e do kthehem në Shqipëri. 16 vite më vonë. Si shumë shqiptarë tjerë, prap pengi vetvetes. Edhe është vend i mirë faktikisht për të kriju familje, për biznes, për shumë gjëra. Por fatkeqësisht nga koha moti është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë për mund paktën me gjetë lumturi. Jo vetëm në këtë rast, por gjithmonë metropolën ka lidhje organike dhe ndjet mjaft mirë sa herë që kthehet në vendlindje. Unë besoj ajo është fakti që nga që kam lind këtu, është diçka që vazhdimisht më tërheq. Pavarësisht se mentaliteti jem në këtë rast që kam qarkulluar nëpër botë, e shoh botën ndryshe. Normalisht këtu e shohin botën ndryshe. Sidomos nga unë. Edhe shpeshherë nuk përshtatem. Por prap jam i lumtur me ardhmë. Sepse është vendi jam. Këtu kam lind, për këtë ndryshe. Për Tropojën, si çdo bir i saj, ka nostalgji, thotë se ka ndryshuar drejt një zhvillimi të pakthyeshëm. Tropojën ina mirë.
Tropojnë e më mirë. Ajrja më e mirë, ushqimi, ujit. Ku dione, kam një nostalgji veçantë për këtë vend. A ka ndryshuar Tropoja? Ka ndryshu Tropoja, ka ndryshu Shqipëria, kam qenë shumë skeptik përpara për vete, shumë domethënë në një farë mënyrë negativ, por tash mundom ta shoh anën pozitive. Edhe ta lej me janë, domethënë ato që nuk është edhe aq e këndshme në këtë rast. Kjo nismë, e cila u kurorësua me mbërritjen e vendlindje, Kreshniku shpreson të jetë shembull për të rinjt. Faktikisht një nga idetë ajo është që të jemi shembull i mirë për dikë tjetër. Edhe çam bën të lumtur është mesazhet që marr. Edhe ajo më bën edhe më shumë me vazhdu këtë mision. Sepse sfida e vrapit mbaroi, po sfida e jetës vazhdon. Ka shumë njerëz, besoj unë, që ka nevojë për ndihmë, edhe nuk dinë si ta marrin. Por ato nuk kanë nevojë për gjykime. Për kuptim, me i kuptu, me i dëgju. Tash ndoshta s'muj me i dëgju gjithë, sepse s'kam kontakt në mënyrë direkte. Por ndoshta ato më dëgjojnë mua. Edhe e gjejnë veten aty, e kuptojnë veten, edhe bojnë një ndryshim i përmirësim për mirë për jetën e tyre. Edhe unë me të vërtet kam marrë të kohë shumë mesazhe dhe do vazhdoj këtë mision pavarësisht se vrapi Tropojës më ran këtu, vrapi deri në Ksamil do marroj pas jave, do vazhdoj të publikoj, pavarësisht domethënë që do vazhdoj jetën time. Edhe ta shpërndaj këtë mesazh, që është e mundur. Ndjehet dhe mirë këtu, në sheshin e Tropojës, pranë Sfurit? Absolutisht. Shumë mirë. Faleminderit, e falenderoj Tropojën e Tropojanët. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Bashkia e Tropojës e nderoi me mirënjohje në një ceremoni të organizuar enkas në këtë ditë. 750 kilometra. Një promovues i spikatur vendlindjes son dhe i vlerave të veçanta që bartin të rinjtë e saj kudo në botë. E gëzofsh.